A e ke imagjinuar ndonjëherë se çfarë do të ndodhte nëse hëna do të zhdukej papritur? Mund të duket si një skenar fantastiko-shkencor, por pasojat do të ishin katastrofike për tokën. Në këtë video do të zbulojmë se zhdukja e hënës do ta ndryshonte përgjithmonë planetin tonë. Mos u largo sepse faktet që do të dëgjosh janë vërtet befasuese. Hëna nuk është thjesht një dritë në qiellin e natës. Ajo kontrollon baticat dhe zbaticat, stabilizon boshtin e tokës dhe ndihmon në ruajtjen e klimës që e bën të mundur jetën në planetin tonë. Sipas NASA-s, pa hënën, netët do të ishin shumë të errëta dhe baticat do të dobësoheshin menjëherë. Me kalimin e kohës edhe pse stinët mund të ndryshonin në mënyrë drastike, ndërsa disa zona të tokës do të përballeshin me vapë ekstreme, dimra të ashpër ose madje epoka të reja të akullnajave. Pasojat nuk do t'i preknin vetëm njerëzit. Mijëra specie detare që varen nga baticat do të humbnin habitatin e tyre, ndërsa shumë kafshënate do ta kishin të vështirë të orientoheshin dhe të mbijetonin. Edhe rrotullimi i tokës do të ndryshonte, edhe pse jo menjëherë, me kalimin e miliarda viteve planeti ynë do të evoluonte krejt ndryshe. Pra edhe pse shpesh e shohim vetëm si një objekt të bukur në qiell, hëna është një nga arsyet kryesore pse jeta në tokë është ashtu siç e njohim sot.